Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar dëgjues dhe shikues, paqja, mirësia dhe begatia Allahun xhalleshanuhu qoftë mbi ju. Njeriu është i krijuar nga dy komponentë, në aspektin fizik dhe atë shpirtëror. Dhe në fakt është mrekullia e Allahun xhalleshanuhu që nëpërmjet agjërimit, nëpërmjet Ramazanit, t'i edukojë të dyja apo të ristrukturojë të dyja, ta bëjë njeriu më të mirë, qoftë në aspektin fizik, por edhe në atë të brendshëm shpirtëror. Sot do të flasim për një element tepër të rëndësishëm, të cilin profeti alayhi salatu wassalam e cilëson si armikun e madh, luftën që e kemi vazhdimisht me të, edukimi i egos. Për të folur për këtë temë, të ftuar në podcastin Porta e Mëshirës, kemi hoxhën e nderuar, Imamin Ahmed Kalaja, hoxh i xhamisë Dina Hoxha. Hoxh, mirë se erdhët dhe faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit për ftesën dhe faleminderit për titullin interesant që i keni vënë këtij emisioni. Me vërtet, nëse ka portë mëshire në këtë botë që hapet, si themi ne kështu nga me të dyja kanatat e saj kështu cepem cep, është porta e mëshirës së Ramazanit. Përgëzime për titullin e emisionit dhe faleminderit për ftesën. Allahu ju nderoft. Hoxh, më njëherë unë do doja të nisja pak si Kurani e përkufizon nefsin apo egot e çfarë llojesh të nefsit kemi, sepse shohim që njerëzit janë të ndryshëm dhe në fakt është, le të themi, edhe pjesë e karakterit, por është edhe pjesë e egos apo e nefsit të brendshëm që ne kemi. Është e vërtetë që Kurani, duke qenë se është libri i Zotit dhe Zoti është njohur si më i mirë njeriu sepse është krijuesi i tij, paraqet pikërisht këtë anë të njeriu të cilën ne nuk mund ta zbulojmë dot as me shkencë, as me teknologji, vetëm çfarë mund na mësoj Zoti dhe çfarë mund na orientojë Zoti rreth saj. Dhe faktikisht kur flasim për nefsin, flasim për tipologjinë e njeriut, flasim për karakterin e njeriut, flasim për atë njeriun e dytë, atë njeriun që ne nuk e shohim faktikisht, atë njeriun e dytë që ka gjithë secili brenda nesh, që ndonjëherë mund të jetë lajkatar, ndonjëherë mund të jetë shumë, le të themi, shumë i përkëdhelur, ndonjëherë mund të jetë shumë i mpret, pra është diçka brenda njeriut që faktikisht i jep kuptim njeriut kur ai mban qëndrime në jetë, kur ai hedh hapa në jetë. Edhe në raportet tona me krijuesin, dhe në raportet tona me krijesat, ne kemi atë të brendshme që faktikisht ai e din shumë mirë. Për këtë arsye erdhi feja dhe besimi, siç edhe ju e lançuat pak, domethënë kur thatë që Ramazani nuk është vetëm që ne të trim pa ngrënë pa pirë, po të edukojmë edhe të tjetrin që kemi brenda nesh. Pra edhe atë ta sillim në rrugë Zotit. Çfarë ndodh me njeriu? Njeriu gjatë gjithë vitit do të vrapojë, le të themi, mbas dëshirave, mbas emocioneve, mbas pasioneve, mbas paras, mbas dëshirës për të pasur pushtet, mbas dëshirës për të pasur famë, ndoshta edhe mbas kënaqësive etj. Dhe kjo e lodh shumë faktikisht këtë të dytin brenda nesh. Pra ne për të kënaqur fizikun ton, që janë disa momente, e vuajmë shumë brenda nesh. Për këtë arsye erdhi besimi me të gjitha normat e veta për të vënë një ekuilibër mes të dyjave. Pra ne nuk duam një njeri i cili shfaqet ndryshe të është ndryshe. Ne duam, le të themi, atë që është më e mira, të jetë e brendshmja si e jashtmja. Kjo është arritje. Nëse ti pastaj je, domethënë, edhe më mirë akoma se që je brenda, kjo pastaj është gjë shumë e madhe. Kështu që në Kur'an faktikisht nefsi paraqitet me, le të themi, me tre figurat më potenciale të mundshme që mund të ekzistojë. Nefsi, egoja ose tipologjia që e urdhon njërin vetëm për keq. Ka njerëz që vetëm tek e keqja e kanë mendjen. Bëjmë shaka një herë me shokët, me vëllezërit dhe ju themi kështu, po pse shkon mendja për e keqja, ose kjo ka dy interpretime. Po pse shkon mendja vetëm tek e keqja? Pra ka njerëz që janë tipi i tillë, domethënë. Dhe normalisht vjen feja dhe besimi për ta orientuar njeriu që nuk duhet dyshoj, për ta orientuar njeriu që duhet i marrë gjërat ashtu siç duken, pa mjetjashtme, në momente që ka hapësirë për interpretim pozitiv, bëj interpretimin pozitiv e kështu me radhë. Ama e kemi këtë lloj tipi njerëzish. Kemi një tip tjetër, pra ose një lloj nefsi tjetër që është nefsul lawame, pra tipi i vetçortueshëm. Pra njeriu që bën, po ka një moment që edhe reflekton, tip që reflekton. Dhe faktikisht kësaj tipologjie nuk i shpëtojnë as besimtarët, sepse edhe besimtari bëhet pishman kur marrën Ramazan, thotë po pse se bona më mirë. Madje edhe në botën tjetër, kur jemi, për shembull, kur shohun dikës që ka jetuar sa unë dhe si unë, ai shkon në xhenet lart, unë futem diku në një stres shumë vogël. Këtu njeriu bëhet pishman, thotë pse nuk e shfrytëzova jetën më. Pra nga ky tipi
I vetë qortuesit nuk shpëtojmë as ne. Dhe vetë qortueshmëria është gjë e mirë faktikisht në Islam. Pra, njëri i cili qorton veten e tij dhe përmirësohet nëpërmjet vetë qortimit, kjo është okay. Domethënë, Ramazani faktikisht ta jep këtë mundësi. Pse? Shpirti merr më shumë hapësirë dhe i sheh më mirë, si më thon, gabimet, tmetat, I bën llogaritmë ka shket, i bën llogarit më mirë, e si pasojë ka hapësirë për përmirësim edhe më shumë. Kemi tipologjinë e tretë, pra të përmendur në Kur'an, që është nefsul mutmainne, shpirti i qetë, i cili ecet në hapa të sigurt tek Zoti i gjithësisë. Pra, kjo është ajo që quhet, le të themi në terminologjinë tjetër islame, el muhsinin, pra ata që kanë arritur shkallën e ihsanit. E çfarë do të thotë kjo? Thotë ti jetosh sikur po e sheh Zotin me sytë e ballit. Edhe pse nuk e sheh ai të sheh ty, pra ti jetosh me këtë lloj ndjesie. Kjo është shkallë shumë e lartë. Mirë, po ka njerëz që arrin këtë gjë. Edhe ne mund të arrijmë këtë gjë, po në momente të caktuara. Pra, ndoshta jo gjithë Ramazanit jemi kështu, ama në 10 ditëshin e fundit që kërkojmë natën e Kadrit, mundohemi që ke parasysh sikur i ndjejmë gjërat, lutjet, sikur i bëjmë më të forta kështu me radhë. Pra njeriu është me momente dhe momente, le të themi këto janë kategorizimet kryesore që ka përmend Kur'ani. Ajo që është shumë interesante, gjithashtu është për të përmendur se vetë profeti alayhis salam kur foli për luftën, ne kur flasim për luftën, ne kuptojmë vetëm atë që bëhet në betejë kundër armikut. Jo. Profeti alayhis salam tha, luftëtar fitimtar është ai që fiton betejën me vetveten e tij, me nefsin e tij. Pra, është ajo që thash në fillim që kemi një përballje të madhe brenda nesh. Si i tha, shkoi dikush dhe e pyeti një plak të urtë kinez. Po i bëri pyetje pak filozofike kështu. I tha, janë dy ujë. Njëri është i bardhë dhe tjetri është i zi. Dhe vazhdimisht ta janë në luftë ose në luftë, në dy luftime me njëri tjetrin. Kush mendon ti, i tha plaku të urtë kinez, se do të jetë fitimtari? Plaku e hapi situatën. Ujku i bardhë, ujku i zi nuk kuptonte, si më thënë, dëshirën e mirë të njeriu për të bërë mirë dhe dëshirën e keqe. Pra njeriu ka të dyja brenda. Si tha Zoti, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Zoti e ka krijuar njeriu me të dyja komponentët. Pastaj është njeriu ai i cili punon me njërin më shumë vërtet. Erdhi që përgjigja plakut. Tha plaku, do të fitojë ta betejën ujku që ti ushqen më shumë. Pra nëse ti ke ushqyer ujkun e bardhë që nuk kuptonte pozitivitetin, të mirën, normalisht do mundi të keqen. Nëse ti ushqen ujkun e zi, pra të keqen dhe negativitet, normalisht do të fitojë. Kështu edhe brenda nesh, domethënë, Zoti na ka dhënë të dy komponentët, ose siç thot për shembull Kur'an, ne e sollëm të vërtetën, kush të dojë të besojë, kush të dojë të mohojë. Ja kemi bërë të qartë njeriu të dyja rrugët, kush të dojë të ndjekë të vështirën, po që e çon parajs, kush të dojë të ndjekë atë që është më lehtë, po do të përfundojë në zjarr. Pra Zoti na ka lënë njeriu aftësinë dhe mundësinë për të anuar këtej ose këtej. Për këtë arsye profeti alayhis salam tha, dhe luftëtar fitimtar është ai i cili fiton betejën me vetveten e tij. Pse? Sepse asnjëri prej nesh nuk mund të thotë, as unë, as ti, dhe as kush nuk mund të thotë që dëgjoj, unë jam ky tipi, unë kam arritur. Mund të jesh në një moment, po mund të zbresësh në një moment tjetër. Kështu që pejgamberi i Zotit alayhis salam ka pas momente që ka gabuar apo jo? Ka pas momente. Ishte profet, po profet sepse vetëm ai lart është i gabueshëm. Ne gjithë jemi të gabueshëm. Pra ideja kush është, domethënë çdo njeri, asnjë njeri nuk mund të thotë për veten e tij unë jam ky tipi. Pse? Sepse njeriu është i krijuar nga balta. Duke qenë se është i krijuar nga balta, balta mund të jetë një herë e tharë, po i ra ujë, zbutet. Kështu që ne jemi të përpunueshëm, për këtë arsye dhe vjen le të themi falja, për këtë arsye vjen Ramazani, për këtë arsye vijnë adhurimet, për këtë arsye vijnë ndalesat, të gjitha këto që njeriu të kalojë tek një tipologji më korrekte dhe më stabile. Dhe stabiliteti do të thotë ti je vetë qortues dhe ti je i qetë. Normalisht, domethënë, kjo nuk arrihet me një Ramazan, as nuk arrihet me 5 vakte namaz, kjo arrihet me përhershmëri, me, si më thon, me një ecje konstante të përhershme, edhe nëse ka në një moment caktuar, le të themi, kthim mbrapa, nuk duhet të jetë ky kthimi shumë i fortë ose me shpejtësi të madhe. Duhet të jetë moment pesimizmi që ndodhi gjithçka, ka hapësirë për të vazhduar. Ka hapësirë për të vazhduar, po.
Një nga gjërat që është më të urryera tek Allahu është edhe arroganca që shfaqet tek njerëzit. Dhe ç'është e bukur shohim që në Ramazan nëpërmjet braktisjes së ushqimit dhe të pijes edhe tyre të përditshmërisë tonë, njerëzit bëhen më modest dhe arrin atë edhe thelbin e agjërimit. Domethënë, pra, si është kjo lidhje kaq e ngushtë, pra që Allahu xhaleshanuhu e edukon njeriu duke heqë dorë nga këto gjërat e mirëqena, pra për të edukuar për diçka që është shumë e urryer tek Allahu, shumë e padashur tek ai, domethënë që është edhe ajo nën produkti i egos në fakt. Këto një fjalë e bukur që ka thënë Alia Izetbegović, Zoti e mëshiroft. Thot kafsha, kështu e quajnë thonë me fjalë, kafsha më e keqe ndër gjithë kafshët, pra gjallësa më e keqe ndër gjithë gjallësat, thot është njeriu. Pastaj arsyeton dhe thot, është vetëm një gjallësë thot, ose vetëm një kafshë, ashtu thot ai, që kur e ngop i rritet lakmia dhe e gërsohet. Ndërkohë që merr luanin, merr ujkun, merr gjarprin, ngope, qetësohet dhe bie në gjumë. Njeriu, si tha profeti alayhis salatu wassalam, thashë për të habit ta me njeriu. Po të kishte një lugin flori, do të dëshironte një tjetër. Dhe s'ka gjë që e ngop njeriu. Kështu që Zoti që ka krijuar njeriu, ai e din shumë mirë që një nga arsyet që njeriu kalon në arrogancë është kjo botë, kjo dynja. Pse? Sepse njerëzit me të lavdrohen, me të paraqiten. Ndërkohë që vjen muaji Ramazani për treguar që nuk është gjithçka. Domethënë, o njeri, vjen një moment që do të jap një shembull, ndoshta do të jetë shembull i thjeshtë. Ulet dikush në tryezën e tij të ushqimit dhe ka 10 lloje sallatrash, ka 3 lloje suprash, ka 7 lloje mishrash. Në fund fare sa do të mbushi ky njeriu? Në fund fare do të mbushi një stomak. Kemi një tjetër që ka një lloj sallate, ka një lloj ushqimi, edhe me të e kryen, po ky sa mbush një stomak. Kështu që ideja është domethënë njeriu sa më thjesht ta bëj jetën, aq më mirë është. Nëse ka një njeri për shembull që duhet ishte të ndjehej i lartë në krahasim me njerëzit e profetit alayhis salam. Zoti i dha shpalljen, komunikonte me Xhibrilin, mrekullitë që i dha Zoti pafund. Megjithatë, kur ishin unë për shembull në një takim ose në tubim, i thoshte dikush që nuk e njihte, thoshte më falni, cili është Muhamedi tek ju sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk dallohej nga njerëzit. Pra sa më afër Zotit, aq më modest dhe më i thjesht je. Dhe në momentin që njeriu pastaj largohet nga Zoti, fillon dhe sheh veten. Kemi rastin e Karunit në Kur'an. Ai kishte para të madhe, kishte, domethënë në titujt e sotëm, për Karunin mendohet dietarët e kalkulojnë të ketë qenë triliarder. Domethënë ndoshta sot akoma nuk ka arrit njerëzimi të ketë një kaq të pasur si Karun. Ai filloi thoshte vet me djersën time, me shpatllat e mia, e kam arrit vet, filloi të adhuronte vetveten, kaloi në delirin e madhështisë. Edhe pastaj si ishte përfundimi i tij, arriti deliri i tij dhe vet adhurimi i vetvetes derisa paguajti një grua që ta akuzonte Musain se ka bërë immoralitet. Musain, profetin e Zotit, i tha Musa alayhis salam, oj grua, i tha, është e vërtet kjo që po kur e pa ajo Musain që i foli kaq seriozisht, jo tha un po gënjej, më ka paguajt Karunin. E çfarë tha Musa? O Zot, tha, sepse ishte shumë e rëndë të akuzojë një profet për një vepër të tillë. Dhe filloi të çahej toka. Dhe kur filloi të çahej toka, filloi të zhytej në tokë, filloi të bërtiste sepse shi çfarë mendimallësie kishte ai. Derisa ishte të zhyt në tokë, deri tek beli mendonte se mund dilte. Kur arriti deri tek fyti tha, o Musa ktheu kokën dhe iku. Pra duhet të them domethënë që pasuria, domethënë ose të pasurit ose të ngrënit mirë ose komoditeti e bën njeriu që mos ta kthej kokën nga ka ardhur. Dhe të moshmit kanë pas thënë gjithmonë, kudo që të arrish në jetë, mbaj kokën mbrapa, ktheje kokën mbrapa, pra kujto se nga ka ardhur. E për ta ilustruar me një shembull tjetër pra të bukur, është hadithi i profetit alayhis salam që tha, ka ndodhur një histori në popujt e mëhershëm. Njëri tha ishte le të themi i smur me lebroz, tjetri ishte pa flok, si puna jote pak. Faleminderit. Ndërsa tjetri tha ishte i verbër. Edhe erdhi meleku, i provoi këto të tre, ky i pari ran sprov mbasi u bë i pasur, ky i dyti ran sprov mbasi u bë i pasur, i treti tha jo tha, unë s'kam pas asgjë tha, po mi ka dhënë Zoti, tha nuk e di tha, mi ka dhënë Zoti, merr sa të dush. Ti tha e kalove provimin, kurse këta të dy nuk e kalon provimin. Pra ka njerëz që mendojnë siç e tha Zoti, yahsabu anna malahu akhlada. Mendon se kur ka apo ka rrit një Zot një kushiti përpara Zotit. Ti mendon se s'ke më nevojë për Zotin. Isha në një takim me dikë dhe po flisim
Tha mu, po si për shembull tha mua. Thash unë t'jap një shembull shumë thjesht. Thash, zemrën tate kush e komandon? Edhe unë zemrën time kush e komandon? Si më tha mu? O vëlla, zemra jo si punon. Kur flejmë ne gjumë, po të flejtë zemra gjumë. Kur ne trembemi shumë, po të ndalonte zemra. Kur ne kemi pikëllim shumë të madh, na vdes një i dashur, sikur të ndalonte zemra për shkak pikëllimit të madh. Thash, a kupton që është në dorë dikujt tjetër? Po normalisht është në dorë dikujt tjetër. Për këtë arsye njeriu do të thonë gjithmonë duhet të shohë të mirat e Zotit si bekim prej tij. Madje edhe kur nuk ja ka dhënë Zoti diçka, duhet ta shohë si të mirë prej Zotit. Edhe kur sa jep Zoti diçka, nuk po ta jep se ndoshta po ta jepte, do të dëmtohesh shumë më shumë. Pra, atë që ta ka fal Zoti, shife si të mirë Zotit, atë që nuk ta ka fal, shife prapë si një bekim prej Zotit dhe i falendërues ndaj Zotit në të dyja rastet. Edhe kur t'jep, edhe kur nuk t'jep, se sekretet i din vetëm ai. Sa herë na ka ndodhur neve në jetë vllajim, hoxhë nderuar, sa herë na ka ndodhur neve në jetë që kemi pas një dëshirë diçka, s'është bërë ajo gjëja. Mirë, po kemi marrë një rrjedh komplet tjetër në jetën tonë, subhanallahu, pra Zoti është i madh, atij takojnë të gjitha lavdet. Kjo zgjedhje që ka bërë Zoti për ne, kemi arrit diku që ne kurse kemi menduar në krahasim me atë rrjedhën tjetër që ne dojshim të arrijmë. Për këtë arsye ka një fjalë bukur Imam Shafiu rahimahullahu taala, thot Imam Shafiu, thot sikur njeriu para lindjes t'i jepej mundësia të shkruante fatin e tij dhe të kishte në model fatin që Zoti ka shkruar për ti, ai do të zgjidhte fatin që Zoti ka shkruar për të. Sa e bukur. Hoxh, ndoshta diçka shumë praktike. Jeni në përditshmëri me njerëz të ndryshëm. Dhe në Ramazan shohim që i pasuri me të varfrin janë krah për krah. Duke fal namazin e natës, madje edhe aty te ose mund të jetë i varfri përpara të pasurit dhe i pasuri e vën kokën ke këmbët të të varfrit. Pra, si është e mundur që, domethënë Allahu xhaleshanuhu nëpërmjet adhurimit, pra edhe haxhi ka këtë efekt, por edhe namazin tërësi, por në Ramazan e shohim shumë ndryshe. I shohim në të njëjtën tryezë, i shohim në iftar, i shohim në syfyr, i shohim në namaz. I shohim duke garuar në punë të mira. Ai që ka me miliona, me atë që ka vetëm shumë pak, garojnë, madje ndoshta edhe ai i varfri e te i kalon, domethënë me siç është hadithu që thotë. Po. Si është e mundur gjithë kjo, le të themi bereqet apo mirësi apo pafundësi shpërblim. Do i jepsha një emër tjetër. Kjo është mrekullia e Islamit. A do të kuptosh mrekullitë e kësaj feje? Ky është një moment që shfaqet mrekullia e kësaj feje. Domethënë, rruga jon për tek Zoti nuk është përveç se me zemra. Rrugtimi për tek Zoti ka përcehet nëpërmjet zemrës. Kështu që një i cili ka zemrën të lidhur me Zotin, i cili mundohet në ato hapësira dhe mundësitë e veta, mund të jetë shumë më mirë se sa dikush tjetër i cili ndoshta mund të ketë goxha, domethënë do të jap dy raste për këtë shumë interesante nga historia e Islamit prapë, domethënë fakti për shembull që themi ne Ebu Dherri. Ebu Dherri pejgamberi sa më thak, Ebu Dherri do të ringjallet në veten krahasim me të gjithë njerëzit e tjerë. Mirë po tha për Othmanin që ishte miliarder, krahasim me termat e sotëm, tha Othmanin mbas kësaj dite le të bëj çfarë doj. Pra ideja kush është? Ideja është nëse njeriu ditmin, sepse duket sikur ne, domethënë, po themi që gjë më mirë të varfër se mund t'ja kalosh pasurit ke xhamia, nuk është këtu ideja. Ideja është edhe një i pasur mund t'ja kalojë një të varfëri sepse bën vepra të mira. Erdhi një grup varfërish tek profeti alayhis salam. Tha në pejgamberi Zotit tani jemi të mërzit. Po ta pse jeni të mërzit ju? Tha po këto të pasurit ta falen si ne, tha agjërojnë si ne, tha japin sadaka, shkojnë haxh ne, tha vetëm falemi e lutemi agjërojmë. Profeti alayhis salam po sieshi pak dhe tha. Po mirë tha, ka edhe për ju, tha mundësi që t'ja kaloni të pasurve. Tha në profeti Zotit na e thuaj, tha përmendni Zotin duke thënë subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bëni ne vepër të mirë diçka kështu. Po e morën këto fjalë të profetit sa dhe ikën gjithë qejf. Shkon haberi dhe lajmi tek tek pasurit. Çfarë ka thënë profeti aty ne? Thoni kështu, po mirë tha po i bëjmë edhe ne. Shkoi haberi tek të varfrit tani. Tha në profeti Zotit, po na jep gjë tjetër se po e bëjnë ata. Tha pejgamberi selam, dhalike fadlullahi o ti me isha. Është mirësia e Zotit, ne ka thonë Zoti pas minin, jeni të kënaqur me atë që ju ka fal i madhi Zot. Kështu që nuk është një ftesë apo një thirrje që ne të bëjmë asketizëm të gabuar, po gjithë ideja është që me ato potenciale dhe mundësi që na ka fal i madhi Zot të mundohemi, sepse normalisht atij që Zoti ka dhënë mirësi dhe begati kësaj bote ka më shumë mundësi
për të kontribuar, për të qenë më afër njerëzve, për të qenë më afër nevojtarëve, sa dikush tjetër i cili nuk ka mundësitë apo thjesht mundohet të mbajë veten e tij me mbarimin e muajit, i bën llogaritë e tij mujore dhe nuk i bën dot llogaritë e tij më shumë se sa mujore. Kështu që unë them që kjo që ju përmendet është thjesht një mrekulli. Di një rast të një generali të lartë amerikan që ka pranuar Islamin vetëm për kësaj gjëje. Tregon një miku im, thotë ngjarja ka ndodhur, thotë tek ne, tek familja e tyre. Thotë një general amerikan kishte qejf të njihej me jetën beduine ose me jetën fisnore, sepse Arabia Saudite pavarësisht se mund të jetë shumë lart në konceptin e zhvillimit të teknologjisë, po akoma është ajo pjesa fisnore që mënyra se si menaxhohet, është aspekt kulturor, le të themi dasma, morti e kështu me radhë. Dhe aty i bën shumë përshtypje, Ju thot, a ka mundësi ta marrë dhe çundin tim nga Amerika, se këta për shembull baba puthej mball, fjala babës, baba unë kyll venit, njerëzit ushin, domethënë i bëni shumë përshtypje se si tha, ka mundësi ta marrë dhe djalin tim, edhe e merr dhe djalin e vet. Edhe ai djali vet filloi duke fituar natyrën e respektit e kështu, dhe po i bëri shumë qefi. Një ditë, thot tregon ky miku ynë, thot po shifim televizor, thot ishte në qabe. Edhe thot afrohet kamera, shumë njerëz që po rrotulloheshin kështu. I thash, tregon ky miku, thot çfarë po të bën përshtypje, thot nga kjo, thot shumë njerëz, si mund të menaxhohet situata? I thash ta prit pak, tha u thirr ezanin. Vazhdonte ajo Tavafi. Tha u thiri kameti. Jo 5 minuta, po për 3 minuta njerëzit, pa llogaritë mund të jenë 2 milion rreshtuar. Ai tha, kjo është mrekulli. I thash, me çfarë kuptimi? Po si ka mundësi që u bën këta njerëz për 2 minuta, për 3 minuta, u bën rresht gjithë. Tha, kjo është mrekulli. Edhe tregon ky miku, thot, kjo ishte një nga, le të themi, nxitësit e tij kryesor që ai pranoi Islamin. Pra kjo është mrekullimi, fjalë nuk mund të ketë emër tjetër përveç se mrekulli. Hoxh, Allah ju nderoft. Shumë faleminderit për gjithë këshillat, për kohën tuaj, domethënë. Nëse mundeni një mesazh goditës për gjithë agjëruesit, sidomos edhe të rinj dhe të vjetër, pra çfarë duhet të kemi kujdes në këtë Ramazan? Si duhet i qasemi? Unë do të thoja kështu, Ramazani është muaji i reflektimit. Le të reflektojmë më shumë për hapësirat që nuk i kemi mbushur ashtu siç duhet. Qoftë në raportet tona me Zotin, po qoftë në raportet tona me prindin, me familjen, me gruan, me gruaja, me burrin, me vllajën, me motrën. Le të reflektojmë. Është koha më e mirë që ne t'i mendojmë gjërat më ndryshe se çfarë kemi menduar përpara. Atëherë le të jetë ky muaj, pra muaji i Ramazanit, muaji i reflektimit. Faleminderit edhe një herë. Sot është shpërblet. Të nderuar dëgjues dhe shikues, kështu kemi arritur në fundin e këtij emisioni. Elus Allahun xhalleshanuhu të na bëjë nga ata njerëz që edukojnë egon, na bëjë nga ata njerëz që janë të nënshtruar dhe të kënaqur me Allahun xhalleshanuhu, dhe mirë takofshim në puntatat e radhës.